Në Pallatin e Brigadave u zhvillua mbrëmja gala, edicionit të parë të TEA Awards 2026. Ceremonie dedikuar për vlerësimin e turizmit, inovacionit dhe promovimit të destinacioneve shqiptare. Gjatë ceremonisë u ndan 35 çmime kryesore për qytetet më aktive në turizëm, eventet më të kërkuara, atraksionet turistike më të klikuara që kanë kontribuar në promovimin e turizmit shqiptar përmes platformës digjitale TEA gjatë periudhës 2024-2026. Çmimin e parë, TEA All Senses, për bashkinë në organizimin e numrit më të lartë të eventeve nga të gjitha kategoritë e Rëmbeu Tirana. Tek TEA ne zakonisht shohim pikërisht atë që bën sot gjithë kjo ministri, pra gjithë eventet, spektaklet, gjithë kalendarin vjetor, gjithë atë që është jeta kulturore artistike, natyrisht edhe e ngjarjeve të ndryshme që kanë të bëjnë me promovimin e Shqipërisë brenda dhe jashtë vendit. Kjo platformë erdhi si një mjet për promovim të destinacioneve shqiptare, duke reflektuar ndikimin e drejt për drejt të inovacionit digital në zhvillimin kulturor dhe turistik të vendit. Sonte në këtë vend historik të Pallatit Brigadave nuk jemi mbledhur vetëm për të ndarë çmimet, por për të celebruar një histori suksesi që po shkruhet çdo ditë në Shqipëri. Historinë e një vendi që po zbulon mënyra të reja për të komunikuar me botën. Dhe është simbolike që kjo histori sonte rrëfehet përmes TEA. Një çmim special shkoi edhe për Melia Durrës, që rezultoi më e klikuara nga të huajt në aplikacion. Ky event i organizuar për herë të parë synon të forcojë rolin e teknologjisë në zhvillimin e turizmit shqiptar.